bashkëpunimit e kësaj konference drejtore rajonale me kolegë të drejtësisë nga Beogradi, Podgorica, Prishtina, Sarajeva, Shkupi dhe Tirana. Ishte një ndër e hershme një organizim i tillë për gati 2 vitesh që e kanë ndarë me kolegë të ndryshëm në sistemin e partnerë ndërkombëtar, që për shkëmbimit të vizitave të para në Podgoricë e Tiranë, në Prishtinë dhe në Shkup, gati 2 vite përpara, lindi natyrshëm ndjesia për të takuar me homolog të rajonit, për të njohur me përvojat e njëri tjetrit dhe për të shkëmbyer pikpamjet tona për vizionin e standardeve profesionale që duhet të ofrojnë shërbimet tona të inspektimit. Natyrisht kjo kërkonte angazhim të madh dhe në fakt rezultoi i tillë edhe nga pikpamja koordinuese dhe organizative. Prandaj dua të shpreh mirënjohjen e veçantë për ambasadorin e SBE-s në Shqipëri, zonin Michel Taran, që u përgjigj pozitivisht kësaj ideje dhe që bashkë me stafin e tij dhe me ambasadorët e misioneve të SBE-s në Beograd, Podgoricë, Prishtinë, Sarajevo dhe Shkup mundsuan ardhjen në Tiranë të delegacioneve të nga secili vend i rajonit tonë. Ju falenderoj gjithë. Teksa shoh këtë pjesëmarrjen të jem edhe më i bindur se një organizim kaq ambicioz ka vlerë për gjithë ne dhe duhet fillimi i bashkëpunimit të fryqëm institucional 2 palësh dhe shumë palësh. Ky takim është konceptuar si një takim profesionistësh që ndajnë përvoja, trajtojnë sfidat dhe psejojnë dhe shqetësimet dhe diskutojnë rolin e tyre në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Që në gjizje të kësaj ideje, e kisha të qartë që institucionet tona kanë dallime funksionale dhe institucionale, sa i takon hetimit disiplinor dhe inspektimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Por besojmë ndajmë të njëjtin qëndrim se parasisht dallimeve, çka na bashkon në interesi për mirë administrimin e drejtësisë, për integritetin, pavarësinë, llogaridhënien e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Pra një sistem eficient drejtësie që ka besimin e publikut. Dhe institucionet si këto që ne përfaqësojmë kanë rol kryesor në këtë proces. Inspektori i lartë i drejtësisë Tiranë është një institucion i ri ngritur vetëm 5 vite gjysmë më parë, si organ kushtetues i pavarur që ka për detyrë funksionale verifikimin e ankesave, hetimin e shkeljeve disiplinore, fillimin e procedimit disiplinor ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve të gjitha niveleve, antarëve të Këshillit Lart Gjyqësor, antarëve të Këshillit Lart Prokurorisë dhe prokurorit përgjithshëm, si dhe për inspektimin institucional të gjykatave dhe të zyrave të prokurorisë. Përpara vitit 2016, procesi disiplinor ka qenë ndarë në 3 institucione, te Këshilli i Lartë i Drejtësisë, Ministri i Drejtësisë dhe prokurori i përgjithshëm. Por me reformën e drejtësisë vitit 2016, u krijua një arkitekturë e re dhe kontrolli disiplinor si për gjyqtarët edhe për prokurorët i ka kaluar tashmë një institucion të vetëm dhe pavarur që është Inspektori i Lartë i Drejtësisë. Sesioni pasardhës do keni paraqitje më detajuar të funksioneve të rolit të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. Forcimi i shtetit të së drejtës një gur themeli në shoqërinë demokratike, por edhe si dimension i rëndësishëm prezantues i secilit vend në kuadër procesit të integrimit të Bashkimit Evropian, janë prioriteti përbashkët i secilit prej nesh. Sot të gjitha vendet duhet të shtojnë përpjekje për forcimin e kësaj pavarësie, por nga ana tjetër edhe rritjen e efikasitetit dhe përgjegjësisë së organeve të sistemit drejtësisë, sepse të dyja nuk mund të ecin përveç së bashku. Sa më i përgjegjshëm një magjistrat, aq më i garantuar është qytetari për drejtat e veta. Sa më i pavarur magjistrati, aq më demokratikisht ecën shoqëria. Por dhe standardin sistemit funksional llogaridhënies së magjistratëve e bën drejtësinë më eficiente. Në këtë kuadër, gjetja e balancës midis interesit publik për administrimin e drejtësisë nga një anë dhe pavarësisë magjistratëve nga ana tjetër, mbetet një sfidë permanente sepse pavarësia e magjistratëve dhe përgjegjësia e tyre janë vlera dinamike. Zhvillimet shoqërore sillen padyshim edhe transformimin shoqërore dhe ekonomike. Dhe raporti pavarësi-përgjegjësi mbetet përherë sfidë profesionale dhe institucionale. Me këtë mendim shpresoj që të gjithë ne të gjejmë rrugën e duhur për të vendosur një komunikim profesional dhe institucional dhe bashkëpunuar duke identifikuar mundësitë e shkëmbimit të përvojave të njëri tjetrit. Të nderuar kolegë, drejtësia ka kontributin e vet në jetën dhe cilësinë e çdo shoqërie. Krijimi apo konsolidimi i shtetit të së drejtës nuk është proces i lehtë. Në çdo vend, ky është proces dinamik dhe nevolim të vazhdueshëm për gjetjen e mekanizmave të duhur, të cilat sigurojnë respektimin e një sër standardesh apo vlerash për një sistem drejtësie efikas, përgjegjshëm dhe pavarur. Siç e ceka mos në vitin 2016, Shqipëria krijoi një reformë të thellë ligjore dhe institucionale në sistemin e drejtësisë, me ndërmarrje madhore që synoi përshtatjen me stadin e zhvillimit të shoqërisë, duke vënë theksin tek pavarësia e magjistratëve dhe angazhimin e përbashkët për të përmbushur pritshmëritë e qytetarëve, rritjen e besimit tek institucionet e drejtësisë. Sfida e zhvillimit dhe zbatimit të kësaj reforme është përgjegjësisë së parë e aktorëve të drejtësisë, e mëtej dhe institucioneve dhe pushteteve të tjera dhe padyshim shoqërisë. Zbatimi i kësaj reforme nuk është i lehtë, por as i pamundur dhe rezultatet e saj janë një indikator i rëndësishëm për vendimin tonë në negociatat me Bashkimin Evropian. Në këtë kuadër, një konferencë e sotme në Tiranë, me homolog të sistemit nga gjithë rajoni, mbi përvojat tona për edhe sfidat e integrimit nga perspektiva e institucioneve tona, mendoj se diskutimet që do zhvillojmë në këto 2 ditë me njëri tjetrin
do shërbejnë si një kontribut real edhe për vizionin dhe punën e përditshme të institucionit inspektorit lartë drejtësisë në Tiranë, për të përshtatur në punën e përditshme të tij çdo praktikë të mirë që vjen nga shërbimet homologe. Respektimi i drejtave të njeriut, demokracia dhe shtetit të së drejtës përbën një aset kryesor për Bashkimin Evropian e përpasoj dhe për secilin nga ne, vendet aspirante. Këndvështrimin tim, kjo nuk duhet reflektohet thjesht si detyrë e kryer raportet e përditshme të progresit të vendeve tona, e se punë një prej të vitesh edhe në raportin e Komisionit Evropian për shtetin e së drejtës, por kjo dinamik duhet parë si kontribut i secilit prej nesh së pari për shoqëritë e vendeve tona. Prandaj e konsideroj shumë të rëndësishme këtë aktivitet së bashku, sepse do kemi mundësi të ndajmë përvojën dhe perspektivën e secilit, të diskutojmë modelet më të mira të njëri tjetrit, si dhe pse jo të bashkëndojmë metodat e kontrollit dhe vlerësimit të institucioneve të drejtësisë në përputhje me vlerat tona të përbashkëta evropiane, pavarësisht dallimeve tona ligjore dhe sociale. Shpresoj që ky organizim për Pan Tiranë jo vetëm të arrijë këto qëllime, por edhe të jetë piknisja një tradite të mirë bashkëpunimi mes nesh, e cila të vijojë edhe më tej. Duke falenduar edhe një herë secilin prej jush për pranimin tuaj në Tiranë dhe për vëmendjen, ju uroj të gjithëve suksese dhe punime të mbara në konferencë.